Pas përballjeve zyrtare në kuadër të kualifikuesave për Botërorin 2026, kombëtaria shqiptare pritet të zhvillojë dy ndeshje miqësore në muajin në vijim, një në shtator përpara ndeshjes ndaj Letonisë dhe një tjetër në tetor, menjëherë pas sfidës së rëndësishme kundër Serbisë. Burime pranë Federatës Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije për gazetën Panorama Sport se këto dy miqësor janë në fazën e negociatave, ndërsa si destinacion i mundshëm i të dyja përballjeve shihet stadiumi Air Albania në Tiranë, duke qenë se kombëtaret elitare europiane do të jenë të angazhuara në kompeticione zyrtare që të asaj periudhe. Rivalët e përzgjedhur për këtë miqësore pritet të jenë skuadra me profil më modest, të cilat janë të gatshme të zhvillojnë përballje pa shumë ngarkesë kompetitive. Qëllimi i këtyre dy ndeshjeve miqësore është i dyfishtë. Nga njëra anë për të testuar formën dhe alternativat në skuadër dhe nga ana tjetër për të ruajtur ritmin e garës në një periudhë ku minutazhi dhe kohezioni i grupit është thelbësor për trajnerin Silvinho, ndërkohë kombëtaria shqiptare është ende në garë për një vend në Kupën e Botës 2026 dhe çdo ndeshje, qoftë zyrtare apo miqësore, konsiderohet një mundësi për të ndërtuar frymën e grupit dhe për të rikthyer vetbesimin, sidomos pas barazimit shkëmbëyes ndaj Letonisë. Emrat e kundërshtarëve pritet të bëhen publik në javët e ardhshme sapo të përmbyllen negociatat mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe federatave përkatëse. Ndërkohë, në muajin shtator Shqipëria do të luajë ndeshjen e 5 në grupin kualifikues me Letoninë në shtëpi, më pas do udhëtojë drejt Serbisë në muajin tetor. Ndërkaq, dy takimet e fundit janë me Andorrën jashtë fushë dhe Anglinë në Tiranë, sfida që do të zhvillohen në muajin nëntor.